quani. Për kujtesen tuaj, vetëm nga një degë Lidhjes Demokratike në vitin 2000, në Tribunalin e Hagës u dorëzuan mbi 500 faqe dosje kundër njerëzve të ushtrisë qërimtare të Kosovës në Prizren. Mbi 700 faqe dosje u dorëzuan për ndodhit në rrethinën e Rahovecit dhe Suharejkës kundër UÇK-s për vitet 1998-1999. Këto dosje kanë edhe nënshkrimin e zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm për rrethinën Pej, Deçan dhe Gjako, degët e LDK-s dorëzuan zyrtarëve të Hagës rreth 2000 faqe si dëshmitë e fabrikuara në kuzhinën e mirë përgatitur tuajën gjoja për krime të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Pra, raporti i Dik Martit është rezultati edhe këtyre dosjeve të dorëzuara nga shtabi i Lidhjes Demokratike të Kosovës për ushtrisë qërimtare të Kosovës. Dhe ju lut që kur dilni dhe të falni për ushtrinë qërimtare të Kosovës, Sa po thu? Përmende ke kërku fjallën dhe të masi ta përmeni fjallën